Hamdi i takon Allahu Gjeleshanhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dhe rum, dhe inshallah ta'ala sot në këtë hutbe, do të ndalemi në dy problematika të cilat shpesh bisedohen dhe trajtohen në mesin e njerëzve, që feja islame parasheh rend në çdo send, po edhe në këto dy mesele të cilat do t'i paraqesim para jush, edhe këtu feja islame të dim se çfarë qëndrimi ka. Bëhet fjalë për dy problematika që lidhen me çështjen e fejesës. E para, xhamatin nderuar, pejgamberi alayhis salam dhe feja islame e ndalojnë që njeriu të lype për fejesë duke ditë dikani se është e lip tjetër kush. Pra nëse dikush është duke lyp një vajzë për fejesë dhe ti tash e din se ka shkuz që është duke kërku, ti tash edhe ti çon dikandin. Në këtë rast ati bohen dy oferta, bëhet oferte e tretë. Po xhamatin nderuar, fetarisht nuk duhet që njeriu të dërgoje kërkesë tek aty ku është një kërkesë. Pra nëse dikush është para teje duke lyp, aty duhet me prit derisa të definohet. Bëhet ose s'bëhet. Nëse ata pranojnë taj rasti i parë që është duke kërku dhe e pranojnë, atër bëhet fejesa, vazhdojnë do thotë ceremoni tjera më pas. Po nëse ata e refuzojnë dhe thonë jo, nuk dëshirojmë këtu, atëherë ti kje të drejtë që të kërkojsh atë vend. Qoftë e vajza, po qoftë edhe ka djali. Pra çdo herë xhamat duhet të pritet që definohet ata që janë bisedë para teje. Dhe jo të ndërhysh para dikujt, duke ditë se filani është e kërku, e ti shkon para ati pastaj edhe kërkon edhe ti të njëjtën vajzë. Prandaj, feja islame këtu kërkon që njëherë të definohet, pra të definohet nga ata, po ose jo. Nëse i thot rastit parë, jo, nuk dojmë që ta japim vajzën te ju, atëherë ka të drejt i dytit kërkoj ati. Pra kjo është problematika e parë, pra që të mos nxitojmë në raste ku ka dikundi, do thot kërkesë për fejesë, që të shkohen bëhen 2, 3, 4 oferta. Po duhet pritet xhamat që të pastrohet dilema me atë parin që lyp, edhe pastaj ka të drejtë që të shkoje tjetri. Dhe një problematik tjetër është nëse kërkohet për fejesë. Se ta çdo kush i xhamat pyetën për shembull dikandin, thot si është filan vajza, si është filan djali. Dhe pëlqen, e shes është vajzë e mirë, ose është djali mirë, dhe çon shkus, apo e çon në mësit. Edhe ai shkon edhe i thot, që kështu, filani ka qejf të bëjë mik, filani ka pëlqy vajzën e vet për djalin e vet. Si mendon ti? Edhe ai për shembull refuzon, thot jo, nuk duhet ta jap. Tamam. Dhe ta xhamat te populli jon, te ne. Nëse e ka kërku dikush një vajzë, ajo vajza mo bëhet haram për krejt familje. Çashtu mendojnë mileti jonë. Pra nëse e ka kërku dikush, tash s'ka drejt kërkush i asaj familje që shkoj ta lype. Dhe ka situata, i shot dikun i thot nuk folën me atë. Pse u ka një dhnu? Po thot, ki thot e ka lyp, thot një vajz, nuk ja kanë dhonë këti, e ka shkuaj te zaki për shembull, ose një djalë hallë, ose një kushri, e ka lyp, e ati ja ka dhonë, e tash kis folën, pse ai ka shku e ka lyp, atë që e kam lyp unë. Po çka se e ke lyp ti? Pse e ke lyp ti, ajo su ka bo haram për këtë dynjan, ajo su ka bo haram për këtë fisin, ajo su ka bo haram për këtë familjen. S'ta ka dhonë ty, u kry puna, po tash i ka pëlqytja ja pe ati tjetrit, te aje ka dhonë, çka kje ti dhnohësh, pse se ka dhonë te ty, e ja pas ka dhonë i kushrini. E ka shumë vende xhamat, bile disa ju e hatri, thot mos shko ta lipi, se valla dhe i dhnohëm. Si shkojsh ta lipi, se unë e kom lip për djalin, s'ma ka dhonë, si që a lipi shti, atër dhe i dhnohna, dhe prishna. Po qka s'ta ka dhonë, ti u kry puna, këti ja jep, u kry, bohet fejesa, edhe kryhet puna xhamat. E sot ka njerëzi që i dhnohën, që i njo personalisht, që s'folin me njëni qetrin për që ketë punë. Pse u ka i dhnohë? Pse këti si ja ka dhonë vajzin, ja ka dhonë ti kushrinit. E tash ki me ndonë se në familje më u ka bo haram ajo vajzë. Kush ka thonë se ajo u ka bo haram? Nuk bohet haram
një vajzë për dikandin pimendës tande. Nuk mund në xhamat nxjerrim hukme prej mende. Prandaj njeri që ka qet ligje prej mendës vet, edhe 100.000 ligje ti qese pimende, ato në sheriat nuk kanë vlerë zero. Ti sa dushit pimende ligje. Unë e thëm që kështu, Mileti thonë që kështu, Katundi thotë kështu. Sa doje në thotë Mileti. Ne xhamat shikojmë çka thot Allahu, çka thot feja, jo çka thot Mileti. Mileti punojnë çka ju kuvendon atyne. Njeri çet ligje prej mendës çka i kuvendon atij. Ama ne në xhamat nuk shikojmë çka thot njeri. Ne shikojmë çka thot Allahu xhaleshanu. Dhe një vajzë që Allahu ka thënë se nuk bëhet haram për këtë fisin pse e ka lyp një, ajo edhe çashtu do të ngele edhe te njerëzit. E te populli jon momentalisht është ky mentalitet i gabushëm që duhet xhamat ta ndryshojmë. E ke lypti një vajzë, nuk u ka bo kismet, s'ka kon kismet jot. Si ti a deshe ta marrësh kismetin e huj, kismeti ati ka kon. Çka lypti taj? Po unë e kom familje, pse i ka shku ta lype? Po çka ka lidhje? Kur u bo ki haram? Ku shkruan ki haram? An Kur'an, an Suneta, ku është? As kundi. Është në mendjen tënde. E çka ka në mendjen tënde, ne nuk i bëjmë ligje për fe. E xhamatin ndershëm, që këto keq kuptime të cilët na ndodhin ndonjëherë, është mirë që t'i largojmë, dhe kjo është ajo qëllimi edhe i ligjëratave që duhet xhamat merrmi me probleme që janë aktuale në vendet tona, të cilët shpesh ndoshta na i prishin edhe lidhjet tona familjare për shkak disa sendeve që s'kan bëjnë kur gjë as me fe as me kur gjë. Inshallah Allahu Teala ta kuptojmë fen, po për ta kuptuar xhamat fen, normal duhet lexim, jo rastisht Allahu e filloi Kur'anin me ikre. Lexo, ama ne çket ajetin e parë halas kemi nis ta kuptojmë, ne hakatim të kuptojmë kanuni lekës, kanuni lumës, kanuni ati. Leni kanunin se ne kuptojmë Kur'anin se ke lexuar, pas ke lexuar kanune. Cilin kanun e ke lexuar ti? Një libër se ke jetë shtëpia, hakatën kanunet sheç. Hakatën ti kallëzosh kanun dikujt. Cilin kanun e kije? As njanin. Po çfarë kanuni kallëzon? Ti s'nje as Kur'an, as kanun. Leja të muhabete. Ti folën prej xehlit, ti folën për ignorancës, ti folën për padijes, ti folën për emocionit, ti folën çka të kanë ty, nuk folën për asnjë librit. Se në asnjë kanun nuk janë këto xhamatin ndershëm, e as në kitab, as kërkundi. Prandaj mos qesim sende të cilët vetëm se na i vështirësojnë raportet tona dhe jetët tona. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.